Paqja fiskale, ligji miratuar nga Kuvendi dhe që merr fuqi në janar të 2026-ën, ishte në fokus të takimit që kryeministri Edi Rama së bashku me ministrin e Financave dhe atë të Ekonomisë patën me përfaqësues të biznesit. Kryeministri tha se zbatimi i saj nuk cënon integritetin ligjor, por paqja fiskale do të shërbejë për rivendosjen e një marrëdhënie të re mes qeverisë dhe sipërmarrjes. Ju keni deklaruar që kjo nuk është amnesti fiskale. Nëse nuk është e tillë, si do përfitojnë bizneset? Bëhet paqe me të gjithë ata të cilët nuk janë në procese penale të hapura, nuk janë në procese gjyqësore të hapura, të cilat afektojnë legjitimitetin e të ardhurave. Bizneset që do të përfitojnë nga paqja fiskale nuk duhet të jenë në konflikt me ligjin. Ata do të paguajnë 5% tatim fitim për çdo pasqyrë të deklaruar, ndërsa janë të përcaktuar gjithashtu edhe lehtësirat për shlyerjen e gjobave. Këto politika nuk do të cënonin, nuk do të dekurajonin tatim paguesit e rregullt. Kryeministri ndërsa debatoi me një prej përfaqësuesve të biznesit të ndërtimit, u shpreh se ky sektor është më fitimprursi, por në një pjesë të madhe të rasteve edhe problematiku, pasi shpesh ata nuk respektojnë standardet dhe marrëdhëniet me qytetarët. Ajo që ndërtuesit duhet kuptojnë është që ky vend ju ka dhënë shumë më tepër se sa çfarë ata po japin mbrapsht në aspektin e cilësisë. Është kriminale që njerëzit paguajnë për të marrë një shtëpi dhe pastaj mos marrin dot hipotekën sepse ndërtuesi luan me lejen. Paqja fiskale e miratuar në dhjetor të këtij viti nga Parlamenti do të shtrijë efektet nga janari 2026 deri në 2028.